Gjykata e posaçme ka dënuar me 168 vjet burg në total 7 shtetas të huaj, sirian dhe algjerian, për përplasjen me armë me policinë në kufirin me Kosovën në 26 maj të 2023-shit. 4 prej tyre u dënuan me nga 35 vjet burg për akuzën e tentativës së vrasjes së punojësve të policisë. Po ashtu ata u gjetën fajtor dhe për armbajtje pa leje dhe trafikun e emigrantëve, duke bashkëpunuar si grup kriminal. 3 të tjerë, pjesë e po të njëjtit grup, u dënuan për kalim të palishëm të kufirit dhe trafikim të emigrantëve dhe u dënuan nga 8 deri në 12 vjet burg. Ta shtetas në 26 majin e 2023-shit në fshatin Morin të Kukësit, duke trafikuar emigrantë të palishëm, u përballën me forcat e policisë dhe qelluan mbi ta me armë, duke rrezikuar rënd jetën e tyre por edhe të banorëve. Sipas Pakut, ky grup në disa raste gjatë vitit 2023 ka trafikuar emigrantë të vendeve të lindjes nga Turqia, Greqia dhe më pas Shqipëri, Kosova apo Serbi, duke i futur ata në mënyrë të palishme drejt vendeve të Bashkimit Evropian.